horoskopi për të premten. Dashi, e premtja sjell energji pozitive dhe mundësi për të mbyllur disa çështje të rëndësishme në punë. Mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një projekt apo bashkëpunim. Në marrëdhëniet personale, përpiquni të jeni më të hapur dhe më të sinqert. Një person mund t'ju surprizojë me një gest të bukur. Mbrëmja është ideale për argëtim dhe për dalje me miq. Demi, kjo ditë kërkon qetësi dhe vendime të maturuara, veçanërisht në aspektin financiar. Mund të lindë një mundësi për të përmirësuar situatën tuaj ekonomike. Në punë do të kërkohet përqendrim në detaje. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të forcojë marrëdhënien. Mbrëmja është e përshtatshme për relaks dhe familje. Binjakët, e premtja sjell lëvizje dhe shumë komunikim. Mund të merrni një telefonat ose mesazh që ndryshon planet tuaja. Në punë, një ide e re mund të marrë vlerësim nga të tjerët. Dashuri, shmangi debatet për çështje të vogla. Mbrëmja është ideale për aktivitetet sociale. Daforia, kjo ditë mund të sjellë disa përgjegjësi të reja në punë. Mund të ndjeni pak të lodhur, por rezultatet do të jenë pozitive. Në familje, një lajm i mirë mund të përmirësojë atmosferën. Dashuri, tregoni më të hapur me ndjenjat tuaja. Mbrëmja sjell qetësi dhe rehati. Luani, energjia dhe vetëbesimi juaj janë në maksimum. Në punë mund të merrni një vlerësim për përpjekjet tuaja. Një projekt mund të marrë drejtim shumë pozitiv. Dashuri, mund të ketë një moment romantik ose një surprizë të këndshme. Kujdes vetëm nga reagimet impulsive. Virgjëresha, e premtja kërkon organizim dhe përqendrim në detaje. Mund të përfundoni një detyrë që ju ka marrë shumë kohë. Në punë, përpikmëria juaj do të vlerësohet nga të tjerët. Në familje, mund të diskutoni për plane të reja. Mbrëmja është ideale për pushim. Peshorja, kjo ditë sjell nevojën për balancë mes punës dhe jetës personale. Mund të përballeni me një vendim që kërkon maturi. Në dashuri, komunikimi i hapur do të përmirësojë marrëdhëniet. Në punë, mund të lindë një bashkëpunim i ri. Mbrëmja është e mirë për një dalje të këndshme. Akrepi, intuita juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë situatat përreth. Në punë, mund të bëni lëvizje të rëndësishme strategjike. Një person mund të kërkojë mendimin tuaj për çështje të rëndësishme. Në dashuri, emocionet janë të forta. Mbrëmja është e përshtatshme për reflektim. Shigjetari, e premtja sjell dëshirën për ndryshim dhe aventura të reja. Mund të mendoni për një ide ose projekt të ri. Në punë, duhet të përqendroheni për të mos humbur detajet të rëndësishme. Në dashuri, mund të ketë një surprizë të këndshme. Mbrëmja është ideale për shoqëri dhe argëtim. Briciapi, fokusi juaj sot është tek puna dhe tek stabiliteti financiar. Mund të bëni një përparim në një projekt të rëndësishëm. Një koleg mund të kërkojë këshillën tuaj. Familja, atmosfera është më e qetë. Mbrëmja është e mirë për pushim dhe reflektim. Ujori, idetë kreative janë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Mund të gjeni një zgjidhje për një problem që ju shqetësonte. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të sjellë rezultate të mira. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë liri personale. Mbrëmja është e përshtatshme për aktivitete që ju frymëzojnë. Peshqit, emocionet janë më të forta gjatë kësaj dite. Mund të reflektoni për disa vendime të rëndësishme në jetën tuaj. Në punë, përpiquni të ruani qetësinë në situata të tensionuara. Një mik mund të kërkojë mbështetjen tuaj. Mbrëmja është ideale për relaks dhe qetësim.